Këto 4 shenja do të marrin një telefonat që nuk e prisnin. Kjo video nuk është për të gjithë. Gjatë ditëve në vijim, disa prej jush do të marrin një telefonat që mund të ndryshojë drejtimin e jetës. Mund të jetë një lajm, një ofertë, një rikthim apo një vendim që nuk e kishit imagjinuar. Universi shpesh komunikon në mënyra shumë reale, përmes njerëzve, mesazheve dhe momenteve që duken të zakonshme. Por këtë herë, ky moment nuk do të jetë i zakonshëm. Nëse je një nga këto 4 shenja, duhet të jesh i përgatitur emocionalisht dhe mendërisht. Mos reago menjëherë. Dëgjo, reflekto dhe vetëm më pas vendos. Qëndro deri në fund, sepse një nga këto shenja duhet të bëj shumë kujdes para se të përgjigjet. Binjakët. Gjatë kësaj periudhe, komunikimi bëhet pika kryesore e ndryshimit në jetën tënde. Një telefonat që vjen papritur mund të lidhet me një mundësi pune, një projekt apo një udhëtim që e ke menduar prej kohësh. Kjo mund të vijë nga një person që nuk e prisje, ndoshta nga dikush me të cilin ke humbur kontaktin. Energjia të shtyn të jesh i hapur dhe fleksibël, por edhe të analizosh me kujdes çdo detaj. Në dashuri, kjo telefonat mund të hap një kapitull të ri ose të rikthejë një histori që mendonit se kishte përfunduar. Mos reagoni impulsivisht. Financat mund të përmirësohen nëse merr vendime të mençura dhe nuk nxitohesh. Universi të kërkon të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Kjo është një mundësi për rritje dhe zgjerim. Beso tek instinkti dhe mos lejo frikën të të ndalojë. Vendimet e kësaj jave ndikojnë muajt e ardhshëm. Gaforja. Një energji e thellë emocionale po aktivizohet dhe kjo javë sjell një moment që mund të vendos përballë të kaluarës. Telefonata që vjen mund të jetë nga një person që ka ndikuar shumë në jetën tënde, ndoshta dikush me të cilin ke lidhje të fortë emocionale. Ky kontakt nuk është rastësi. Mund të sjellë përgjigje, mbyllje ose një mundësi për një fillim të ri. Në dashuri, kjo situatë kërkon qartësi dhe sinqeritet. Mos u frikëso nga ndjenjat. Në punë, kjo telefonat mund të lidhet me një ofertë ose ndryshim që të ndihmon të ndihesh më i sigurt. Financat kërkojnë maturi, sepse vendimet emocionale mund të krijojnë gabime. Universi të kërkon të mos reagosh menjëherë. Merr kohë për të reflektuar dhe për të kuptuar qëllimin e vërtetë të këtij momenti. Kjo javë favorizon shërimin, faljen dhe ndërtimin e stabilitetit. Një përgjigje e qetë do të hap rrugë për një kapitull më të fortë dhe më të qartë. Peshorja. Balanca dhe marrëdhëniet janë në qendër të kësaj periudhe dhe telefonata që vjen mund të ndryshojë mënyrën se si shikon një lidhje ose bashkëpunim. Ky kontakt mund të lidhet me një partner, mik ose koleg që kërkon të rikthejë komunikimin. Universi të shtyn të vendosësh kufi dhe të mendosh për atë që të bën të ndihesh i qetë. Në dashuri, kjo situatë mund të sjellë qartësi, rikthim ose një vendim për të ecur përpara. Në punë, një ofertë për bashkëpunim mund të krijojë stabilitet dhe rritje. Mos u nxit. Analizo çdo detaj dhe dëgjo intuitën. Financat përmirësohen nëse merr vendime të balancuara dhe shmang rreziqet. Kjo javë është e rëndësishme për të rikthyer kontrollin dhe për të ndërtuar një drejtim më të sigurt. Universi po të teston për të parë nëse ke mësuar nga e kaluara. Një zgjedhje e mençur tani krijon harmoni dhe sukses në muajt e ardhshëm. Britsjapi. Disiplina dhe kontrolli janë forca jote, por kjo periudhë të vendos përballë një situate që nuk mund ta menaxhosh vetëm me logjik. Telefonata që vjen mund të lidhet me një mundësi karriere, një ofertë serioze ose një person që kërkon bashkëpunim. Ky moment mund të ndryshojë drejtimin profesional për muajt e ardhshëm. Në dashuri, kjo situatë kërkon më shumë hapje emocionale. Nëse je në një lidhje, një bisedë e rëndësishme sjell qartësi dhe stabilitet. Nëse je vetëm, një kontakt i papritur mund të hapë një mundësi të re. Financat përmirësohen nëse mendon strategjikisht dhe shmang vendimet impulsive. Universi të kërkon të mos reagosh me frikë,
por me maturi. Kjo javë favorizon rritjen, stabilitetin dhe ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Vendimet që merr tani krijojnë siguri dhe sukses afatgjallë. Beso tek përvoja dhe vazhdo me besim. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe fjalën gati për të aktivizuar energjinë e kësaj mundësie. Mbështete këtë kanal me një like, sepse çdo pëlqim ndihmon që këto mesazhe të arrijnë tek më shumë njerëz. Mos harro të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet për të mos humbur mesazhet e përditshme dhe javore. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për një shenjë nga universi. Universi gjithmonë komunikon. Dhe ndoshta këtë herë po flet pikërisht me ty.